Ylli sa gurore janë? Këtu janë 5 gurore. 5? Po. Këto pretendojnë sikur janë me licencë. Kujt janë këto gurore? Njifen? Po janë njohur, Janë emrat njohur? Se janë dhe i pari është Alba Betoni Tandulaku. Tandulaku. Po, ndërtues. Ndërtuesi. I dytë është Ilir Haçka. Edhe ky ndërtues apo kështu thjesht? Okej, kuptoj. I treti Refika Llushi. I katërt është si njoh, po. Gurorja e katërt është Çim Beshiri. Limen Beshiri, Limemi. Pastaj mos folim edhe për ca gurore të tjera, por janë shtu dhe 2 leje të tjera, një në fshatin Herri ka vazhduar po ta ndel në zonën e mbrojtur, prapë ta janë në Gomër. Edhe kjo zonë e mbrojtur dhe ajo ku do vë? Edhe prapë dhe i tjetër në fshatin Priskevol është dhënë leja gurores, po ajo nuk ka vazhduar se nga që vazhdon protestat e banorëve, nuk ka filluar akoma punë. Ka ardhe i tjetër. U bën shumë. Po fjalë tu bën 7 gurore me vend shumë të vogël. Edhe vendi mbrojtur, se ti jetë vendi pa mbrojtur, hajë të jetë në shkratir. Pra zonë e mbrojtur. Zonë e mbrojtur. Zonë e banuar. Zonë e banuar. Unë kam punuar këto gurore. Edhe e di shumë mirë. Vinte kontrolli nga AKBN-ja, çdo 6 muaj kishin drejt kontrolli ata kishin programin e vet. Një ditë para lajmëroheshin guroret. Nesër shif se do vim atje ne. Gjithë skavatorët zbrishin në u grumbulloshin në i vend atë. Pinte burrihuj me atë makina AKBN-s, me inxhinierët e vet. 10 minuta punë, ikshin ato, dilshin skavatorët në terren. Tani AKBN nuk e ka parë këtë zhveshje këtu? Si se ka parë AKBN? Ato e shef edhe që s'ka sy, edhe e shef me internet? Jo, ka parë me sy në terren, ka ardhur këtu si i kam shoqëruar ato të AKBN-s.